Muzeu Alfabetit të Gjuhës Shqipe, cilin e hapëm vitin 2011 në prill, në 28 prill. Në ndihmoi qeveria e Republikës së Maqedonisë, 2 qeverit e 2009 deri në 2011 edhe prej 2011 e këndej. Shpresojmë se qeveria e tretë e BDI-s do të grupulloj këtë projekt Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, edhe do të kthejmë në një muze cili duhet të jetë më modern në Republikën e Maqedonisë. Tani unë si drejtori i muzeut do t'ju qoj në për ekspozitën që kemi vendosur këtu në vitin 2012 në 28 nëntor e hapën këtë ekspozit. Është prej 56 fotografive edhe mbi 300 dokument autentik prej muzeve të Shqipërisë. Udhëroni, zotëri kryeministër. Më të tja shkojmë me papën do të shohim problemet në Albani, cili ka ndihmuar shumë në shkruimin dhe shkrimit shqip dhe në histori shqiptare. Më të tje i kemi edhe fotografit të Marko Boqarit, Naum Veljit Kaçit, kryesit të abetares të parë shqiptare, Hasan Taksimin, Jeronim Deradën, cilin si vjet e festujnë ditën e lindjes të tij, ose vini dalëm i atij e marë. A janë gjithë me dy me të tani këtu? Këtu janë, po. Orda. Vëllezër e motra, të nderuar qytetarë të qytetit Manastirit, të nderuar antarë dhe simpatizantë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të respektuar pjesëmarrës. Sot këtu po fillojmë fushatën për zgjedhjet nacionale dhe jemi te Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe për të përkujtuar të gjithë atë kontribut që kanë dhënë rilindasit tanë për të unifikuar gjuhën shqipe, alfabetin shqip, dhe me këtë rast ne po zotohemi që amanetet e tyre do të vazhdojmë të realizojmë në të ardhmen, duke pas parasysh që edhe këtë radhë jo rastësisht ne gjuhën shqipe e kemi në pjedestalin e programit tonë, që tjetë gjuhë zyrtare e respektuar dhe e përdorur gjithkund në Republikën e Maqedonisë. Kur jemi këtu, ne frymëzohemi për gjitha kontribut që kanë dhënë burrat e gratë më të mirë të kombit tonë, nga të gjitha krajinat shqiptare. Dhe këtu është shpirti i kulturës tonë kombëtare, dhe nga këtu ne do të marrim frymëzim të gjithë bashku që jemi kandidat të mundshëm për deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, që të vazhdojmë me përkushtim të realizojmë amanetet e tyre, të përkujtojmë të gjithë ato të cilët përballuan egërsinë e qeverive kaluara shoveniste, të përkujtojmë të gjitha bujtjet e atyre të cilët u shpërngulen, u dëbuan nga këtu, por me gjitha të sakrifica neve na lanë këtë shtëpi muze, na lanë alfabetin e unifikuar të gjuhës shqipe, dhe ne kemi për borx që atë amanet ta vazhdojmë dhe të krijojmë rrethana dhe kushte mirëqenie më të mirë që në të ardhmen të gjithë ato të cilët u dyndën nga këtu të mund të kthehen dhe të jetojnë në vendin e vet. Me këtë rast ftoj të gjithë ato
votues që të mbështesin programin e Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili përbas ka interesin ton kombëtar, vlerat tona kombëtare, të cilat janë vlera perëndimore që së bashku të orientojmë shqiptarët dhe gjithë Republikën e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Faleminderit. Jeste sa što je čitao. Bravo. Që e tërnise.